live edhe do të regoj une se kush ta ka ba El Parubi. Do të regoj une, do thëmë se kush ta ka ba ty. Edhe arsyen pse ti nuk e nxerrat njeri, o El Parubi. O El Parubi, mu se përmen emnin tim, t'lutem. Përmen emna tjerë, emnin tim mu se përmen. Se kush ta ka ba ty, ti e din. Ti e din se kush ta ka ba. Arsyen pse se qet, edhe këtë e din. Edhe ta bona sonte një pyetje, kush kujnë e ka thonë takohemi të parku. O El Parubi, jëm rrotëkar, jëm në nëqimën, o El Parubi, alas mjefti mu. Këtë njëzit jo do të thonë që nuk mjef. Unë e di, ata që ka se din kur kush o El Parubi. Po mos më shtin me fol. Vete keni bo mut, vetë regulone, mos e përmene emnin të ma. Kaq. Po prit një rezultatet. Okej? Ose po thoshe që qa kam pa unë. Qa kam pa unë? Po? Po, ha, vazhdo. Unë kam parë ato që kënë zirë ti. Po. Dhe tani unë po pres. Me fjalë, unë si personi jashtëm që shikoj dhe po pres, po themore, kjo vajza do reagoj apo nuk do reagoj. Se duhet të reagoj ajo, në qofë se e ka halë vërtet, ajo duhet të nxjerri një letër, një gjë, një diçka. Dhe duhet të nxjerri për ata njerëz që kanë dhënë kontribut. Okej, shiko të shi. Me që do një... Gjane parë e di se kjo semja këtu të pa dhe ta është 2-3 herë që më thot, ti e din thot se kush ta ka ba, edhe përmen një punë parku që s'kam djeni. Ta shion për i thëmë 2 fjallë, qofse e burë, qofse i thu vetës burë, dil edhe thuj që ke me thanë. Unë po të thamë dil, ti po të thu mos më detyro, unë po të thamë qofse e burë, hajde këtu dhe thuje, sepse unë nuk di. Qofse ti e këtu me mi hapë sytë mu, edhe qofse ti e këtu me më tregu mu kush e ka banu burë, dil edhe thuje. Se unë nuk e di, prap thash, leni renat, gënjeshtet, intrikat. Ti më thu mu parku pa parku, unë nuk di asë si gja për parku. Unë si kam thonë njërit lem, hajde takona më parku, këtë për ta garantoj 1.000.000%. Të shtyt ti që thu, unë e di, po s'du me fol, dil, banu burë, edhe fol, edhe thuje. Sepse unë po t'akuzoj ty edhe Aleksin, ti dil edhe la e vedin ti dhe unë po të thamu ke më falë. Po mos më thuj mu, unë e di, po s'du me fol. Se unë këtë qeshte nuk kam asë gja me më shef. Pra, kjo qeshte mërë ti, profesor kjo vajza, kjo Geralda, kërkoj lek një anë tjetër, unë me të thënë drejtën se kam pas njek. Edhe si kam pa ato video, që aja kishte pas dalë edhe në televizor, i kam pa të shimrapa këta. Po. Okej? Ka ka bëj madhe edhe familjarët mi e kanë share në për Instagram e në për shu, i kam pa veçajt e kam anashkalu. Atë natë që më kanë ftu mu, kam qenë Belgjik. Asë se më kanë të rezi mu marrë me gofon dhe farë. Ke bërë edhe një këshu për ca shkodrana atje që beni për të greni këshu. Po, kam qenë punë, dhe me dhanë s'kam pas e që lidhe me gofon dhe s'kam desh mu marrë me atë punë. Se që thot kë, te parku, te pa parku nuk e di. Këtë vinë ti të regojnë gjanat. Mos të rinë aty jëmë për me nemë, mos për me nemin. Ta shi, vjen mua beti, mu ba gofondi o shoku. U ba gofondi, hyme natën e paj, bam një $30,000. Hymë natën e dytë, unë hyna njënë e nanë, aja Aleksi hyri nanë tjetër. Nuk erdi, nuk u futën bashkë të dy. Keni pasu se cili nga ju njërës në militarë, se u kam pa. Erdi mua beti, Viktori, ja po mos, unë thashë vë, a jena të dy për një qëllim, se unë s'kem gja me Aleksin, as kisha një gja, prap s'kam. Se me ashtu, unë jam djallë, unë shkojmë nesë vinë Tiranë, se kam problemish për asken. Edhe, thashë, o shoka, kena ju të dy për një qëllim këtu, po pse jena ti ke 1.000 sa, ne jo 1.000 sa, këtu, qena t'u ba? Apo jeni t'u i ba gjanat të shi kusha ma nalë të kusha ma poshtë. Unë jam në ultim, unë jam të hy këtu, me një mua të vajzën që është të smurë edhe të krymë punë. Erdi puna, jo nuk vi sepse më ka shat njani nanën, tjetër, si për funim u bashku më bashkë një mas një orët mua bete koti. Biopsia ka dalë, po ka dalë biopsia. Edhe,
do dalim mas taj të letrat e Amerikës. U basi GoFund do shoku, një puna, Aleksi gjithë unë isha në rrugë në ultim të ikë me marrë avionin me ikë për Amerikë, a i gjithë kohës, jo kë shoku i burgut, jo e shoku i burgut, hedh 10, hedh 15, hedh 20, hedh 30, shkoj hodhë një $80,000. Okej, në rregull. Të shi dhe gjikoj ti pak këto gjonat. U hodhen këto. $80,000 nga Aleksi, Sami, shoqëria këtyne kush janë këta se a i thot i hodhen njani tjetër, Sami ja gjun me privat, i thot hidhe se ti apun, i diun këto indrikat. Kalojmë këtë pjesën. Të nesër në shok, u plotsu GoFundi në orën 3 natës në Shqipëri. 3 ka qanora, 3 natës. U plotsu GoFundi shoku. Vajza ishte për 2 javë më operu se do vdiste. Po tani ishte kjo letra që operohet për 2 javë o vdes? Po pra, kështu ishte thirrja. Letër s'di, s'kam pasi letër. Thirrja publike ishte. Dhe me thonë, deri në fund të majit, që ishin, po deri në fund të majit, po nuk operu, vajza vdes. Kështu që duen lek me në 2 jave, me bo ato pagesat e spitaleve. Në rregull. U mlodhen lek me në 2 ditve, në orën 3 mjesit u mjë GoFundi me $457,000. U gëzum të gjithë, okej, unë e mylla si kapitull. Jemi në rregull. Tashi, të nesëmën mjes, për flitet u arrestu Aleksi. Po, e të gjuam, të i buje. Po, këptoj e mirë që du me thonë. Se s'po flasë, nuk po e bikot këtë arrestimin. Pra, GoFundi u mbyll në orën 3, Aleksi arrestohet në orën 10, ku di unë. Në nesëmën mjes, u arrestu Aleksi. Okej. Tashi, pse u arrestu Aleksi, njani thot e futi Semi, nga i nadi se bani GoFundin 400,000, tjetëri thot e këtë, tjetëri atë, tjetëri këte. Okej, unë s'disha gjo sigurt me dokumenta, kush e bani, kush se bani. Flas me shokun e Aleksit, po thot aje ka fut në burg. Okej, bukur. Aje ma konfirmon, unë dalë, thëm po filani e ka ba, okej, në rregull. Iku kjo pjesa. Aleksi mas 18 orëve në Dubai, në u liro ka zotria, në jep kanë celularin në burgë, në jep kanë drejt me ba biletën vete, policia si jep ka asi letër që i arrestu, asi letër deportimit, dhe shëvaj një fukën e këthejnë Shqipëri zotri. Pra të më thanë, nga Dubai. Po pra, u arrestu në Dubai, i dhanë telefonin burg, e lanë me prej biletën nga burgu, e lanë me ba video në burg, e këthynë në Shqipëri, thonë një person terrorista që i thonë e këthynë në Shqipëri, por në fund nuk e dhanë asi letër këti zotërisë. As për arrestimin, as për deportimin, as gjo. Nuk e ka as një letër që me të rëgu, e këtu jam arrestu. Iko dhe kjo pjesa. Aleksi këther shkon në Turqi. Vajza më thirë mu në telefon, është bloku spitali, thot. Nuk më bajnë operimin. Në çfarë vendi do bëhesh operacion vajza? Në Arabi Saudite, në Riyadh, qashte, Riyadh, qashte i vendi atje. Po. Edhe vajza dhe më thonë, Aleksi po këthëhet për Turqi, vajza më thirë mu, thot, nuk bëhet thotu, sepse nuk i dojnë lek të GoFundit, bla bla bla, edhe unë i them, okej, moj gocë, nuk i dojnë lek nga GoFundi, po, mund t'i kalosh një business account, ku e ndusha, në që se s'keti business account, kam unë, ku t'dushti, edhe... Më fal një sekund. Ajo të tha nuk i pranojnë lek të GoFundit. Po, mas që u këthy Aleksi, më falë shok të mërëj, edhe pastaj... Jo, më falë të lekë të mërëj. Tani, GoFundi i kalon në lekët në bank, GoFundi nuk bën pagesë në spital. GoFundi kalon në bank, banka bën pagesën. Po, më leta mërëj, pra, shok, më leta mërëj. Më leta mërëj, pra, se unë diku du me dalë me këtë histori. Edhe unë i thash, asaj, o ti vajzë, GoFundi, okej, ka ardhë lek, kanë ardhë nga GoFundi, për i hellë në bank. Mund t'i kalosh me business account, mund t'i kalosh me çdo dhe i banke tjetër t'ja qosh spitalit. Jo, po këta tani s'dojnë me na ba, mo, si t'ja bajmë vim në Amerikë. Unë e hangra, për momentin, hajtë t'i një moj, po mirë, thash. Do një mojë në Amerikë, New York, ju një moj unë. Shpinja unë apun, edhe spitali ju që unë. Ku është spitali i maj mirë këtë vend, kam disa shoqnin në këtë spital, se cili e ka i mik dikun, edhe ju fusin e thash, majna se duhen siguracioni, insuranca, gjana,
kam mik me të kalu me të fut spital. Okej, në rregull. Edhe u nisën gocat, mas 2 ditëve, Geralda, nana kësaj pranverës dhe pranvera. Po tani këtu në Amerikë me çfarë letra sherdhën, me çfarë pasaportash? Viza, pasaporta shqiptare, viza turistike. E bërën vizën direkt dhe erdhën direkt. Po, i kishin pas viza, to ishin kanë edhe më parë në Amerikë. Edhe motra këtyne jetonte në Amerikë për 8 vitesh, ajo që ka GoFundin në emër të vet. Ajo jetonte në Michigan. Po. Kështu që erdhi e motra nga Michigani, e mora në mes në orën 8 mjesit e qova të shtëpia, si Allah shtëpinë brëndës. Në darket, shkova i mora këto 3 zonjusha tjera, erdhen këto në aeroport. Vajza, në fjalë, erdhi si e smur. Më falë, tani ajo ka motrën në Amerikë dhe të kërkon ty ndim për ta stabilizuar. Ndim për ta stabilizuar. Ndim për ta stabilizuar. Ndim për ta... Të i baj gjitha këto për mbledhjet e funit, erdhi goca, shkova morë në aeroport, me zër po ecte zonjusha, erdhi me 8 valigje kanar. Nga Geraldin edhe me pranverën, i kam të gjitha mesazhet në WhatsApp. Edhe, si përfunim, unë si kam kërku, për më ka thonë kështu, është problemi të vim në Amerikë, po i kam thonë, ju presun, edhe ju nimoj, edhe ju qenë spital, edhe të gjitha. Edhe i kam thonë, mos i thoni askuj, derisa të vini, sepse jeni me viza turistike. Ta shqip të vish në Amerikë me vizë turistike e smur, ato të nalojnë në aeroport, nuk lanë me kalu, qofse je smur, sepse po vjen me bë përfitime shtetit. Edhe i thash, derisa të vini këtu të unë, mos i bani zoku, i len një kështu, kur të vini, pas të e gjerri video, s'ka problem. Po. Okej? E mora, vajza ishte në gjendje, se mu më vite shumë gjëna, me zorese, të e majtë për krave, të e more me shumë të shpia, unë në rështaj teshat e veta, bani dush shabani, e qita me hangër, me zër po ecte. E vum karrocë, e qumë spital. Me fjalë ishte në gjendje për me karrocë për të vajtur në spital. Mas asaj, po shif videot që kam postu sot, mra, po qa u botë nesë. I kam parë, edhe të shkarët, kam marrë karrocën me çanta, i kam parë, po thjesht. Gjendja kur erdhi, ishte ne po e moshim me Geraldin për krash, e vum karrocë. Kurse videot të regojnë, mrapa, kur unë si isha aty, se qëfar gjenjit ishte aja. Erdhi momenti e të shova në spital, ja kalum emergencin për rrëth 6 orë ushtru në spital, i dham letrat e Arabisë Saudite që ishte e diagnozume me leuqemi akutike, i mori doktore letrat, i shikoj, tha, nuk më duke dha gjarë këtu në këto letrat, tha, duken shumë të egzagerume. Pa filluaj fare me bo analiza. Unë i thashë, zotëri po, po t'ishte për me neja tje, do kishim neja tje me këto analiza. Ne i dojmë analizat nga ti. Shu që këto letrat, leni njën e non, i dona nga ti. Okej, tha, do të bëj, tha, një insurance, siguracion, është quët në Amerikë, ku sheton këtu e di. është siguracion që ta bë spitali, vetë. Dhe me thonë, për analizat e gjakut, për analiza urinet, për shtrimin që e spital, është emergency insurance, quët këtu, ta jep spitali vetë, qyteti New York dhe pagun shteti. Kush do si tjenë? Marna 24 orë, e kam që priority. Këtu në priority, spitali vetë, Cornell e ka emrin, ato ja bojnë biopsin për gjithë botën, lënë e ma për veti që ta nxjarrin për 3 orë. Ashtë qener për atë punë, hynë, bojnë biopsin, bojnë analizat tjera, shumë tjera, edhe të nesërmen, kishte shku doktori të kjo për veja, unë s'kam qenë të spitali, kishte thonë, kështu, lajmi mirë, nuk ke, se di se si a thote një fjallë, se asun se kuptosha, revision dhe qa e tjil, edhe nuk e ke, remission, nuk e ke, dhe me thonë, leuqemi në trup, mo. Kjo ishte lajmë super i mirë, shok, se
Se Normalisht. ke ma, bravo, shoqër se ke ma, të kanë vrajt arab, tash je mirë, ose të kanë kurua, ta je mirë, okej, tash gjaj rrugdalin, vazhdo kthe lek njerëzve, dil aty me kamer, thu jam mirë, jam shnash, falim njerëz për gjithve, dhe jo kthej lek, ose dile thuje i gjo, am Po kupton, ti nuk thua kuptosh. janë në të gjendje pa për lekët gjykoje më mbrapa, besi bësh. Dile thuje i gjo, sepse pjesa është se mu më shkrushin për çdo minutë. Njerëzit, çau ba, çau ba, çau ba, çau ba. Po. Kjo i thot doktorit, Eli nuk ashtu të thot, e ke numër, se unë isha emergency kontakt, isha njeri që Ke qenë në momentin e para ty, ti dhe normalisht është nuar numri jot që ata do telefononin për çdo gjë. Përza ishte numër, jem adresa shtëpisë teme në gjitha letrat, unë isha personi garantus për te. Edhe doktori merr mua në telefon, isha me gjitha te Geralde në atë minut, kur mori dhe i tham asaj pas, merre telefonin, bën një takena, të regjistru me këtë video, me ja tregu për anvers, alo nuk shkote me një, se qa do nëllim mrapa. Thëm, hajtë se do ikim të spitalit, ja tregojmë asaj, ta bëjmë happy, ta gëzojmë. Edhe im thot thot, nuk ka, thot, nuk e pyta bile, e pyta 2-3 herë resht, thash, a je sigur që nuk ka leucemi në trup? Jam, thaj, sigur, nuk ka. Merë një vajzën, do dalim për spitalit në orën 6, enjoy the weekend. Në moment që mund të dali gjithë sot, thot, do bëhet gati në orën 6, enjoy the weekend. Tashi, këtu filloj i gjithë situata, që në shkumi morëm do buke, do fësëdote, do fasule, turshia, ja se në thënë najmerë, shkumi ja morëm ja shumë, kur shkum atje, i thamë këshu mua beti, jo, pse më ke gjerë, tha foto në TikTok, kanë pa gjithë, thash qa, unë foto po TikTok ka dalë nana jote të qajtë, ke dalë ti me GoFund. Ne ta kena ba GoFund, si mos me gjerë. Fotën e ba me mram bashkë, kur të prumë spital. The hile, s'ka problem, që ba të shi? Edhe filloj zënjusha. Ju në TikTok i grumbulluat fondet, ju nuk i grumbulluat fshevras. Ate i thash nuk ka as i lidhe TikToku, i thash ti vajza, je e shëruar, nuk ke nevoj për transplant, si që ke thanë, tashi, ti du të me dalë, thash me i të regu poplit, se pos dole ti du dalun. E kam të regjistru me të gjithë atë muhabet. Kjo tha, që të duhet ty, tha, dire thuj poplit, tha si kam vjallë lek tonë. Ja, thash, unë po kam përgjësi, unë thash, se unë kam hy me lyp lek për ty. Nuk ka shanë se thash ti, me vjallë lek. As me dalun me i thanë poplit që i volët ti lek, po ti do t'i kthesh tana lek mrapa. Ja, po më ke thanë që do më qësh një spital tjetër, po të qaj edhe të spitalit tjetër, s'ka problem. Do me marrë një mendim dytë, kemi këtë filan spital, do ikim të shumë pretekste pa lidhje, edhe unë i thash, okej, do një me ik, po, që do me ba me lek të popë që këni marrë? Ikni, që s'ju marrë, jo pa do nga marrë shti me zoj, jo mos ju marrë fare me zoj, ikni, vazhdoni, zhlukuni, po lek, futët e GoFondi, shtype botonin, kthej mrapa dhe i ku dush, se e ke shumë kollaj, Po, fondet i bërë refund direkt ato, një klikimesh. Ja, që të duhet ty, ne për goca është të smure, o të vajzë goca nuk është të smure, se unë kam letrat. Unë kam doktorin, kam letrat, kam kartën e doktorin, kam gjitha. Leni këto. Këtë moment, qohet zonjush Geralda, merë valigjet, ju i ka tyne, ju shduket, ajo e kishte bilete me datë 26 mu këtu i mrapa, qohet pret biletën e reja, fut për Turqi, shkon të zëtëri Aleksi. Edhe thot, unë s'merre ma me këtë punë. A, pse Geralda ka ikur në Turqi? Po, shkon atje dhe i thot, Eli kështu, ashtu, i ka kërcenu, me dole, tha, vajzat ta janë kërcenu, ka nik, ta një janë sigur, ta, po mirë, ba, ku e din ti se janë kërcenu? Ku e din ti se ka nik? Qo se ti si, je i pa fajshëm, ti s'ke ba si gjo. Kam qeni informu nga shokët e tu. A kupton se ti vazhdo në alo me intriga? Avash, ti po thu që ke qenë aty ke pa telefonata nga Semi. Ke pa telefonata që unë ko marrë vocën nga Semi? Po të la me folë sa dush, një gjotë që po të thamë. Unë qysh minutin që kam marrë gocën në aeroport,
E deri minutin që goca ka ik prej shtëpisë teme, unë nuk kam pas as një lloj shokët afër meje. As edhe një. Të dali një shok, nga dita që ajo ka ardhur, e deri ditën që ajo ka ik, që ka nejt një minut me mu, unë ty të kam bërsh këtu në mes sa veta janë këtu, 4.000 vetave me të ullë gjojë dhe me të thamë qatë dushti. Kush ja propozoi shtëpinë ku u vendos? Shpinë ku vendosh, shpia e më unë. Kush ja propozoi? Jo, avash. Për kam këtu më me kështarë. Kush tha ty që mi qu muna të shtëpi? Kur dha? Kush ka thonë ty mi qu bashkë të ajo shtëpia? Se ti si ke marrë të shtëpia jote, ti i ki qu të i shtëpi tjetër. Ashtë si fletë të shok. O shok, unë e kam me kamer shpit, majnë edhe jashtë. Po jo në shtëpi kur rrin ti me familje, ti i ki qu diku tjetër. Jo, jo, në shpit me familje, jo. Po në shpit ta e me tjetërën, kam 2 shtëpia, o shok. Kush ja propozoi atë shtëpinë? Unë. A kupton ti këto vajza nuk kanë pas as i lloj kontaktit përveç se me ju në Amerikë. A kupton ti, në orën 8 mjesit ka ardhur motra vet nga Michigani, shoku, e kam marrë në aeroport, e kam çu te shtëpia jame në Brëndës. E kam lënë të motrën aty. Kam marrë në shtëpi, kam pushu se jam çu herë të lutem. Kam pushu deri ka Basdite, jam çu në orën 2:30 kam ik prapë në aeroport. Kam marrë pranë verën me Tamen edhe me Geraldën. E i kam çu drejtë te e motra të shtëpia jame prapë në Brëndë. Nuk ka as i sugjerim këtu. Këta janë intrigat që bani ju. Nga aty kam marrë Geraldën edhe pranë verën e kam çu me hangër buk te Prizreni në Morris Park. Më kanë pa ka kanë klubi plot shqiptar. Kanë hangër buk, nga buka e kam çu drejtë në Presbyterian Hospital Manhattan. Sa për ditan, që qatë t'japim ty, i në foto... Cëda telefonata i peti që thirë kësemi? Shkru me aty i kanë pas shpi. I kam në tregjit, do t'i qenë privat edhe ta. Jo në privat, zare këture t'i shenë mileti, vëlla, jo në privat. Aty i kam pas, i kam këtë tregjit, jashtë 45 minuta video, shë. Po Eli, po tani... Që une me telefon temin i ku marrë. Ose di me tani se numër s'ta kam pa, Aleksin e kam pa të folë me Aleksin, e kam pa numër... Po folë dhe për tjerë, mos ma përmën e emni mua, amon se... Deshta vetëm ta bëj një pyetje se isha të dëgju me vëmendje. As i fort, mos ma përmën emra, atë me folë si njëra se ke halli. Po si njeri, mos ma përmën emra se s'kam qenë unë se kom ftu. Si kom thirë kurrë. Po ti ke dojnë vetë, ti pari, sa ka dik ato, ke thonë tashi hiken ato, ti dole vetë, angri bëdha vetë me dojnë. E kom pa memën që ka nikë edhe kom dalë e kom thonë, s'ka problem si që ka thëmë unë... Nuk qa ke pa, shok, unë t'kam pa ty të folë me gojtë anë të thonë, vajzat janë kërcenu, ka nikë, tash janë dorë sigur. Ti share vetë të shket pjesë. Unë ata që kam dëshirë me sharu, për mu jëm të folë, ke thonë e arrestoj Sami Aleksin, ke thonë e blokoj Sami Gofondin. Si të erdhen këto, mi thonë kështu? Kishe faktet ja për... E blokoj Sami Gofondin? Po, ke thonë? Jo, s'kam thonë. Po, është një memo, ke folë 20 minuta. Ku ishe këta andra mu? E blokoj Sami Gofondin? Apo e blokoj Sami Spitalin? Spitalin, po. Si e blokohon Spitalin? Po këta janë kanë pa, se unë e thash tanë historin, edhe nuk ma lot me maru historin. Më jore mbaroj po të dëgjojmë se dhe po bëjmë muhabet qetë dhe për ta... Ja u thash historin, si u ba Gofondi, si u me u Gofondi në orën 3 mjesit, si u arrestu Aleksi mas 5 orëve, si doli Aleksi mas 18 orëve, si u prish spitali që nuk i pranoshin ma lek të Gofondi, si da doli shoku e Aleksit edhe tha që e ka fut Sami në burg, ishin nga në intriga këta me më fut mund këtë kur, si u qull vajzat e thonë nuk na bajnë ma operimin në Arabi, si u qull Sami, si u qull Sami mrapa hy. Qërantave vetëm qanë krau po marri, mëse nuk e dim se që na gjenë. Kjo është desht, letra për mu shbloku Gofondi, edhe ku dolen nga spitali, atë dit, ne i morëm letrat të spitalit, i lom makin teme. Këto prapë si kishin letrat, me aqu Gofondit.
qa ban? Telefonata s'po shoshin, as nga Aleksi, as nga kjo zëtëria këto, si mas aty, në këtë thot që kam tirë, këtë thot që kam tirë, okej, e dy ti. Tashit. Vajza, tha ku i kam lanë letrat, ta që kemi dalë nga spitali, se ato interesoshin. Hall, ne duhet me thirë policin. Edhe vjen policia, na i tim prisën i thënë. Kishte hy policia, kishte thënë, okej, si është problemi? Ky na ka kërcënu, po ku ju ka kërcënu? Shifsha ka hell në TikTok. Ka hell doktorin ton TikTok, ishin rru fjalë, si me këto mesazhet, edhe mesazhin që unë ja kam çu, po nuk thyt lek të popullit më, pa do ju denancoj. U si kam basi dhe kërcënimi ti dhe në botë. Edhe i thot polici. Po nuk vat lekët nëse e keni vjedhë. Unë do bëj denoncim, kjo është për bëm djeni, s'është shkërcënim ky. Policët i thonë që okay, you're not saying your ground, nuk për ne nuk ka police report, na vjen keq, nuk shohim as i kërcënim këtë pjesë. Edhe çka ka hedh ai doktorin, është në raport të shkruar, nuk është gënjeshtër, ka drejtën e vet me hall. Është freedom of speech, freedom of press. Tu na mërit, nuk ka çfarë thot kush. Nuk shohim këtë kërcënim dhe nuk e kanë bërë police report. To kanë met keq. Okej, ka thonë na jep letrën e emergencies, kanë e pak orë, 2-3 orë aty në emergency, kanë marrë tensionin e njënën e tjetrën, edhe kanë dalë, kanë marrë letrën e po të njëjtë spital, kanë fut për ngofan, kanë transferu lekët në bankë, tash jeshtu marrë tjetër kush me atë punë që ja kanë freeze bankën. Përshi banka është e frizu, nuk mund t'i lëvizin ato letë, edhe ato, për momentin, kanë mu marrë me shtetë, jo me mu marrë. Po, ato kanë me nxjerë vetë, që ose dojnë me kanë në regull një jetë vetë, ata dojnë nxjerën vetë. Kusha ka qenë Sami, apo ka qenë Aleksi, apo kush ka qenë. Atëherë, këto tipat që thotë këzëtëria, këto parqet e këto, hajde të një gjojmë më kush ma pas ka ba mu, se unë ta thash të ju dhe herë, qysh minutin që i kam marrë, dhe minutin që jam da me ta, përveç baba jeme, nana jeme, e gruja jeme, ato njerës si ka pa kush. Jo qdo herë, herë po, herë jo, me gru, i kam taku dhe me gru të e kam edhe atë registrim. Po du me thënë me familjarët mi, ose vetëm tek pu. Ose po lot rolin e prokurorit ti. Jo, Jam avokatin në shokë, nuk. Ta bëra këtë pyetje se të thash që dikush në prezencën tane e ka thënë një fjalë, do takohemi te parku, ti po thu që nuk e di kush e ka thënë. Jo, se ka thënë kush atë fjalë. E aq kopile është ajo Baxhela, që me telefon tjetër çdo gjë që ke folë ka regjistru në xhep. Shumë mirë, ti nxjerrin, unë një pres. Shumë mirë. Jam shumë i gëzuar po i nxorri. Ai bëj thirrje i tash ti nxjerrin. Është tjetër sigur që azani jem, mos kanë hi me bë kështu. Si bë kështu kong, si i bën ti do kong për veti ka herë. Ha. Letër. E kam gjithë dosin e saj. Gjithë dosin e saj një email e kam. Nuk e lexova, e hodha direkt. Qa, a thot në një gjë du? Ka të shojnë në shok, po janë letrat kur aja ka qenë shtrume në Arabi Saudite, unë e kam gjithë dosjen e saj, se kam një email, se ma ka quaja vetë mu me email, e po dush ta transfer. Kja dosja e se kam të registru me këjtë të zëtëri Sami, se kam 25 minuta biset të registru me, i kam thënë që qetësohu, merre vete me të mirë, do shkojmë një spital më të mirë, mos ta njën për asë i gja, vështjesht i mirë, vështu me të pa të mirë, dil, leviz pak të në lagje, ke parkun aty në qosh shpis, se e kam parkun, dhe me thonë, parkun nga shpia jame është një semafor, mu këthuj majta se direkt parku. Edhe i kam thonë që e keni parkun aty, dilni keni shqiptar aty në park, a kupton, mos rrini me të mjën aty qa.
ka që ka qenë e pjesa e parë këtë ti, se kë gjun 2-3 fjale e ik. E flet me ato në telefon, pastaj vjen e mbi thot mu këtu. A kupton, dhe me thonë se kë më thot mu nuk kam kontakte, po pas ka kontakte. A kupton? Mirë, si pas teje, kështu në vetë vete, bëj mua vetë, kështu. E mendon me i fjalë që seriozisht ta kanë bërë gjithë këtë kështu për kaq lek. Mu shumë rezulton. Goca nuk është se nuk ka qenë smur. Goca nuk është se nuk mund të rikthëhet. Nuk e tham edhe këtë. Am kupton. Goca e ka pas diagnozën me leuqemi akute, e ka pas i ka letrat nga Arabia që kanë, ku janë bata letrat din ata, që